Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri Edi Rama zhvilloi një mbledhje të shkurtër me drejtues të Partisë Socialiste ku në qendër ishte situata ndërkombëtare dhe ndikimi i saj në ekonominë shqiptare. Ai kërkoi gatishmëri për çdo pasojë që mund të sjellë përshkallëzimin e konfliktit në lindjen e mesme, veçanërisht pas ulmeve të Iranit në rajon. Një mbledhje rreth 30 minutëshe e kryesisë së Partisë Socialiste është të shfrytzuar nga kryeministri Edi Rama për të trajtuar si zhvillimet e fundit ndërkombëtare, ashtu edhe çështjet organizative brenda forcës politike që drejton. Sipas burimeve nga takimi, shqetësimi kryesor lidhet me ndikimin që tensionet dhe luftimet në lindjen e mesme mund të kenë mbi tregjet, çmimet dhe ekonominë shqiptare. Rama ka theksuar nevojën për përgatitje paraprake ndaj çdo skenari të mundshëm ekonomik, duke kërkuar koordinimin më të madh të institucioneve politike dhe për të përballuar pasojat që mund të vinë nga rritja e çmimeve të energjisë apo luhatjet në tregjet globale. Përveç situatës së jashtme, kryesocialisti ndaloi edhe të dinamikat e brendshme të partisë. Ai kërkoi intensifikimin e komunikimit me strukturat vendore dhe antarësisë përmes një turi takimesh me disa bashki të vendeve me qëllim forcimin e bashkëpunimit me bazë dhe rritjen e organizimit në terren. Sipas tij, ky angazhim duhet të shtrihet edhe përtej kufive, duke përfshirë kontakte me diasporën. Në vijim, Rama paralajmëroi nisjen një procesi zgjedhor të brendshëm që pritet të startojë në muajin qershor për përzgjedhjen e drejtuesve të rinj në degën e Partisë Socialiste në të gjitha bashkitë, si pjesë e një riorganizimi dhe rifreskimi të strukturave. Pas përfundimit të mbledhjes, kreu i qeverisë u pa duke u biseduar edhe me Benet Becin, drejtues të qarkut politik të Shkodrës. Në Selinë Rozë u vuri gjithashtu edhe figura të tjera të njohura të kabinetit dhe partisë, mes tyre Elisa Spiropali dhe ministri i ri i drejtësisë Toni Gogu, i cili u pa në diskutim me paraardhësin e tij Ulsi Manja. Takimet sinjalizojnë njëkohësisht një vigjilencë për zhvillimet ndërkombëtare dhe një fazë të riorganizimi për socialistët në prag të angazhimeve politike. Seanca e kuvendit për shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku pritet të shoqërohet me tensione. Kryetari i Partisë Socialiste Sali Berisha ka paralajmëruar protestë përpara parlamentit, duke i bërë thirrje qytetarëve të mblidhen për të mbrojtur sipas tij kushtetutën, ligjin dhe shtetin e së drejtës. Seanca e nesërme parlamentare ku do të shqyrtohet raporti për imunitetin e deputetes Belinda Balluku pritet të shoqërohet me tensiona të forta politike. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se do të thërrasë qytetarët përpara kuvendit në një protestë për të mbrojtur kushtetutën, ligjin dhe dinjitetin kombëtar. Tesa ime për mbar qytetar shqiptar, ditën që do paraqitet kërkesa në parlament që të gjithë para parlamentit për të mbrojtur kushtetutën, ligjin, dinjitetin kombëtar, për të mbrojtur shtetin ligjor, shtetin e drejtës. Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po mban peng raportet e anëtarëve socialist të Këshillit të Mandateve me qëllim që kërkesa e SPAK-ut të mos kalojë në seancën e së njëjtës. Pra është Rama vetë ai që bllokon dërgimin e raportit të komisionit, të anëtarëve të komisionit të Partisë së Krimit në parlament, në kryesinë e parlamentit për të futur këtë ejte në agjendën e parlamentit. Ai theksoi se deputetët janë të vendosur të ndërmarrin çdo veprim, duke përmendur grevën e urisë si një mundësi, por duke shtuar se çdo hap do të ndërmerret në kohën e duhur. Se deputetët prej kohësh kanë shprehur vendosurinë që të kalojnë dhe në akte sublime, grevurie. Gjithçka, çdo hap duhet ndërmirret në momentin e duhur. Kreu i Partisë Demokratike gjithashtu bëri krahasime dramatike mes dosjes së Ergyes Agaçit dhe çështjes famkeqe të Jeffrey Epstein, duke cilësuar aktivitetin e Agasit si më të rrezikshëm edhe më të dëmshëm për Shqipërinë. Akshi është vorbulla më e zezë në historinë e shtetit shqiptar. Ergyes Agasi është Edi Rama, njeriu që organizon vrasje, njeriu që organizon vjedhjen e të gjitha të dhanave të qytetarëve shqiptar, për t'ia u dhënë bandave dhe armiqve të Shqipërisë. Ergyes Agasi me videot e tij i ka komprometuar këta më shumë se ato të Epsteinit janë lule. Gjithashtu, Berisha kritikoi politikën e kryeministrit Rama në raport me Kosovën, duke theksuar se lidhjet e ngushta me Aleksandar Vučić ndikojnë negativisht në mbrojtjen e interesave të Kosovës.
Partia Demokratike ka publikuar raportin për kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku, duke përfshirë detaje nga 2 mbledhje të Këshillit të Mandateve me dyert të mbyllura. Sipas raportit, prokurorët e SPAK-ut kanë ngritur shqetësime për pengimin e hetimeve nga institucionet në varësi të Ballukut dhe për mundësinë e ndikimit të dëshmitarëve. Raporti publikuar nga Partia Demokratike për kërkesën e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar mbi imunitetin e deputetes Belinda Balluku përfshin detaje të rëndësishme nga 2 mbledhje të zhvilluara me dyert të mbyllura të Këshillit të Mandateve. Sipas Partisë Demokratike, prokurori i çështjes Dritan Prençi dhe kreu i SPAK-ut Klodian Braho kanë theksuar shqetësimin se deputetja Balluku mund të ndërhyjë në hetime duke shkatruar prova ose duke ushtruar presion ndaj dëshmitarëve. Raporti citon se disa institucione në varësi Ballukut përfshirë autoritetin rrugor shqiptar kanë penguar hetime duke vonuar dorëzimin e dokumenteve dhe materialeve që ishin të nevojshme për hetim. Sipas SPAK, këto pengesa kanë rrezikuar zhvillimin e hetimeve në mënyrë të paanshme dhe kanë bërë të domosdoshme kërkimin e autorizimit për heqjen e imunitetit. Klodian Braho ka deklaruar në Këshill se ekziston dyshimi se provat mund të jenë manipuluar dhe se për këtë arsye deputetja Balluku duhet të vjedhë në masën e arrestit për të garantuar integritetin e procesit hetimor. Po ashtu SPAK ka konfirmuar se ka pasur përpjekje për kërcënim dhe manipulim të dëshmitarëve, duke rritur rrezikun që hetimi të dëmtohet. Raporti i Partisë Demokratike nënvizon gjithashtu se vendimi për heqjen e imunitetit është thelbësor për të siguruar që hetimet të vazhdojnë pa pengesa dhe për të parandaluar çdo ndikim të mundshëm nga individ me pushtet politik. Sipas dokumentit, marrja e autorizimit të menjëhershëm do të ndihmojë që drejtësia të veprojë në mënyrë të paanshme dhe efektive, duke shmangur ndërhyrje në procesin gjyqësor dhe duke mbrojtur interesin publik. Ky raport është bërë publik nga Partia Demokratike një ditë para se kuvendi të shqyrtojë zyrtarisht kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit Ballukut, duke u fokusuar kryesisht tek argumentet e prokurorëve dhe rreziqet që lidhen me pengimin e hetimit dhe kërcënimin e dëshmitarëve. Gjykata kushtetuese vendosi se masa e pezullimit nga detyra ndaj një ministri nuk kërkon autorizim paraprak nga kuvendi. Vendimi vjen pas sfidimit të masave të dyfishta ndaj ish-zëvendëskurisë kryeministres dhe ministres Belinda Balluku. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e kryeministrit për anulimin e masave të pezullimit të ish-zëvendës kryeministres dhe ministres Belinda Balluku, duke sqaruar se autoriteti për të marrë vendime për masa ndaj ministrave nuk kërkon miratim paraprak të kuvendit. Në vendimin e zbardhur brenda 30 ditëve, gjyqtarët sqarojnë se kërkesa e kryeministrit kishte për qëllim jo zgjidhjen e mosmarrveshjes së pushteteve, por përpjekjen për të anuluar vendimin individual të gjykatës së posaçme kundër Ballukut. Sipas gjykatës, masa e pezullimit i drejtohet individit dhe jo institucionit, duke e bërë të papranueshëm barazin me procedurat për shkarkimin e një ministri. Dy gjyqtarë shprehen qëndrim paralel, duke vlerësuar kërkesën si haptazi të papranueshme. Nga ana tjetër, disa gjyqtarë mbështesin idenë se imuniteti i ministrit mund të trajtohet në mënyrë të ngjashme me atë të deputetit, duke i dhënë anëtarëve të Këshillit të Ministrave mbrojtje ligjore të veçantë. Megjithatë, asnjëra nga këto dy linja nuk arriti të sigurojë shumicën e 5 gjyqtarëve të nevojshme për një vendim pro ose kundër. Si rrjedhoi, gjykata kushtetuese vendosi që kërkesa e kryeministrit të rrëzohet, duke lënë në fuqi masën e pezullimit të Belinda Ballukut. Ky vendim është i rëndësishëm pasi sqaroi për herë të parë dallimin ligjor mes procedurave për deputetët dhe ato për ministrat, duke vendosur precedent për rastet e ardhshme që lidhen me imunitetin dhe përgjegjësinë administrative të anëtarëve të gjykatës. Gjykata gjithashtu theksoi se ndërsa imuniteti i deputetit lidhet të ngushtë me mbrojtjen nga përgjegjësitë penale dhe ligjore, masa e pezullimit për ministrin synon kryesisht të mbrojë funksionimin e administratës dhe integritetin e detyrës. Vendimi thekson rëndësinë e ruajtjes së ekuilibrit mes pushteteve dhe përcaktimin e qartë të kompetencave ligjore për secilin funksionar publik. Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore diktoi projektligjin për financimin e partive politike në praninë të ambasadorëve të OSBE-s dhe BE-s, duke theksuar rëndësinë e transparencës dhe ndikimin e saj në besimin e qytetarëve në institucione demokratike. Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore zhvilloi një seancë diskutimi mbi projektligjin për financimin e partive politike, në të cilën morën pjesë edhe ambasadorë ndërkombëtar përfshirë përfaqësues të OSBE-s dhe Bashkimit Evropian. Damian Gjiknuri, bashkëkryetari i komisionit, u shpreh se ligjet për financimet e partive politike janë një prioritet dhe pjesë e kërkesave që Shqipëria duhet i përmbush në progresin drejt Bashkimit Evropian. Pasi ligji për financimin e partive politike është një nga prioritetet, është një nga kërkesat që Shqipëria
duhet ta përmbush për të përmbushur ato progresin drejt Bashkimit Evropian, përmbushjen e atyre që quhen piketa të ndërmjetëve për antarësimin në Bashkimin Evropian nesër. Kështu që rëndësia është edhe më e madhe duke u kthyer në një agjendë kombëtare dhe pse jo barra për ne edhe krenaria do të jetë e përbashkët në lidhje me arritjen e këtij procesi. Në të njëjtën frym Ojer Bylikbashi gjithashtu bashkëkryetari i komisionit theksoi rëndësinë e mbikëqyrjes së fondeve dhe detyrimin për raporte të qarta mbi burimet e financimit. Transparenca është një element të rëndësishëm që partitë politike të funksionojnë në mënyrë demokratike dhe duke shmangur korrupsion. Duke shmangur jo vetëm korrupsionin, por dhe influencat kriminale apo influencat e faktorëve të tretë të huaj të cilët kanë synim të ndërhyjnë në sistemin demokratik shqiptar. Ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Michel Taran, nënvizoi se ndryshimet ligjore duhet miratohen përpara zgjedhjeve lokale, të cilat pritet të mbahen në pranverë të vitit 2027. Duke qenë se zgjedhjet vendore janë planifikuar për pranverën e vitit 2027, koha është vendimtare. Reforma efektive ka nevojë jo vetëm për përmbartje cilësore, por edhe të miratohet në kohën e duhur për të siguruar zbatimin kuptim plot të saj. Nga ana e tij, ambasadori i Bashkimit Evropian Gonzato theksoi se BE-ja kërkon një transparencë totale në burimet e financimit të partive politike. Kur burimet e financimit janë të paqarta dhe mbikëqyrja mbitojë dobët, besimi tek institucionet demokratike vjet në pikpyetje. Reforma zgjedhore, veçanërisht për financimet e partive dhe fushatave elektorale, lidhet ngushtë me kapitullin themelor në kuadrin e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Gonzato nënvizoi gjithashtu se qytetarët duhet të kenë qasje të plotë në informacionet mbi burimet e financimit partive, në mënyrë që të përmirësohet besimi në proceset demokratike dhe të forcohet llogaridhënia e partive politike para elektoratit. Pas shkarkimit të Ilir Prodës nga drejtimi i Policisë së Shtetit, Ministria e Brendshme ka hapur zyrtarisht thirrjen për aplikime për pasuesin e tij. Procesi do të zgjasë deri në 11 mars dhe parashikon kritere të detajuara profesionale, disiplinore dhe etike për kandidatët. Përzgjedhja do të kalojë në disa faza verifikimi dhe vlerësimi përpara se emri përfundimtar t'i propozohet ministrit. Pas lirimit nga detyrat të drejtuesit aktual të Policisë së Shtetit, Ministria e Brendshme ka nisur procedurën për zgjedhjen e kreut të ri të uniformave blu, duke shpadur publikisht thirrjen për kandidatura. Afati i aplikimeve do të mbetet i hapur deri në 11 mars, ndërsa dokumentacioni dhe kushtet janë publikuar në faqen zyrtare të institucionit. Sipas kritereve të përcaktuara, aplikantët duhet të kenë grad drejtuese të nivelit të mesëm në strukturat policore, të jenë shtetas shqiptar dhe pa precedent penal apo masa disiplinore në të kaluarën. Po ashtu kërkohet të mos kenë konflikt interesi në ushtrimin e detyrës dhe të plotësojnë kushtet shëndetësore për të mbajtur një funksion kaq të lartë përgjegjësie. Çdo kandidat duhet të paraqisë një kërkesë zyrtare me shkrim të shoqëruar me jetë shkrim profesional, një platformë me objektiva konkrete për drejtimin e institucionit, si dhe vetdeklarime për pasardhësinë e figurës, formimin akademik dhe gjendjen pasurore. Këto dokumente do të shërbejnë si bazë për verifikimin e integritetit dhe kapaciteteve drejtuese. Pas mbylljes së aplikimeve, Ministria do të publikojë listën e emrave që kanë shprehur interes. Më pas, një komision i posaçëm do të shqyrtojë për rreth 10 vjet plotësimin e kritereve ligjore dhe profesionale, duke kaluar çdo kandidat në sit përmes kontrolleve të dokumentacionit dhe intervistave dëgjimore. Në fazën përfundimtare, aplikantët do të përballen me një seancë vlerësimi ku do të pikëzohen mbi performancën dhe vizionin e tyre. Renditja përfundimtare do t'i paraqitet ministrit për vendimarrjen finale. Kjo është hera e dytë që zbatohet kjo procedurë konkurruese për emërimin e kreut të Policisë së Shtetit, një praktikë që synon të rrisë transparencën dhe profesionalizmin në drejtimin e një prej institucioneve më të rëndësishme të sigurisë në vend. Ecim me të tjera zhvillime, pas afro 2 vitesh hetime dhe seanca të njëpasnjëshme në gjykatën e Lezhës, prokuroria kërkoi dënimin me burgim të përjetshëm për Ruben Sarajevën, i akuzuar si autori i ekzekutimit të biznesmenit Ardiani Kulajn. Sipas akuzës, bëhet fjalë për një vrasje të organizuar dhe të planifikuar me motive interesi ose akmarrje. Seanca e sotme shënoi paraqitjen e petencës përfundimtare dhe afrimin e procesit drejt vendimit final.
Një nga dosjet më të rënda kriminale të viteve të fundit ka hyrë në fazën përmbyllëse në gjykatën e Lezhës. Gjatë seancës së radhës, organi i akuzës paraqiti pretencën dhe kërkoi dënimin maksimal burgim të përjetshëm për shtetasin portugez Ruben Saraiva, i cili akuzohet si person që ekzekutoi biznesmenin Ardian Nikulaj në një atentat që tronditi opinionin publik. Seanca zgjati rreth një orë, ndërsa prokurorët paraqitën përmbledhjen e provave dhe argumenteve që sipas tyre vërtetojnë përfshirje direkte të Pandehorit në ngjarjen e ndodhur në prill të 2023 në Shëngjin, sipas hetimeve kryer në ambientet e një lokali në prani edhe të qytetarëve të tjerë, duke shtuar rrezikshmërinë dhe pasojat sociale të ngjarjes. Prokuroria theksoi se atentati nuk ka qenë spontan, por i menduar dhe i organizuar me kujdes. Në dosje përfshihen prova materiale, dëshmi të personave që kanë qenë në vend ngjarje, pamje filmike nga kamerat e sigurisë, si dhe ekspertiza balistike, të cilat sipas akuzës lidhin Sarajevën drejt për drejt me ekzekutivin. Ndaj tij rëndojnë akuzat për vrasje të kryer për interes ose akmarrje, si dhe përmbajtje dhe përdorim të palishëm të armëve dhe municioneve. Sipas prokurorëve, roli i Pandehurit ka qenë kyç në realizimin e planit kriminal dhe në zbatimin e atentatit. Vrasja e Nikulajt pati e hon të gjërë në opinionin publik dhe u konsiderua si një akt i mirë organizuar kriminal që solli reagime të forta nga autoritetet dhe kërkesa për zbardhjen e plotë ngjarjes. Për më shumë se 2 vite, procesi gjyqësor ka kaluar në disa seanca ku janë administruar prova dhe janë dëgjuar dëshmitar. Me paraqitjen e pretencës, çështja pritet të kalojë në fazën e mbrojtjes së Pandehurit, ndërsa në vijim gjykata do të tërhiqet për vendim i cili do të përcaktojë përfundimisht fatin penal të Ruben Sarajevës në një krim që la gjurmë të forta në komunitet. Gjykata e Tiranës ka vendosur lirimin nga qelia për 4 protestuesit e arrestuar gjatë protestës kombëtare të opozitës në 28 shkurt, duke caktuar masën e detyrimit për paraqitje 2 herë në muaj. Arrestimet ndodhen pas sulmeve me molotov dhe fishek zjarre në ish vilën e diktatorit Enver Hoxha, ku ndodheshin disa artistë. Gjykata e Tiranës ka vendosur lirimin nga qelia për 4 protestuesit që arrestuan gjatë hubimit të opozitës në 28 shkurt. Bëhet fjalë për shtetasit Leonard Marku, Robespierre Dervishaj, Doris Rista dhe Sergjej Rapo, të cilën u arrestuan pas sulmeve me molotov dhe fishek zjarr në ish vilën e diktatorit Enver Hoxha, ku ndodheshin dhe disa artistë. Si mas alternative ndaj paraburgimit, gjykata ka caktuar detyrimin e paraqitjes 2 herë në muaj për të katërt. Ky vendim vjen pas shqyrtimit të dosjes nga gjyqtari i çështjes, duke konsideruar faktorët ligjor dhe nevojën për kontroll të mëtejshëm, pa mbajtur të arrestuar protestues në qeli. Protesta e 28 shkurtit ishte e pesta kombëtare e opozitës dhe u karakterizua nga mungesa e fjalimeve politike, duke u fokusuar në marshimin dhe aksione simbolike. Marshimi nisi nga kryeministria, kaloi pranë drejtorisë së policisë së shtetit dhe disa institucione të tjera për të përfunduar te ish vila Enver Hoxhës, ku ndodhi aksioni me molotov që çoi në arrestimet e 4 protestuesve. Ngjarja ka rikthyer vëmendjen te tensionet mes opozitës dhe institucioneve ligjzbatuese, ndërsa vendimi i gjykatës për masat e paraqitjes tregon përpjekjet për të balancuar garantimin e rendit publik me të drejtën e protestës pa kufizuar në mënyrë të tepruar lirinë e individëve. Pas 11 ditësh bllokimi për shkak të erozionit, rruga Librasht-Prenjas, pjesë e korridorit të 8, është hapur sërish për qarkullim në një segment alternativ që lejon kalimin e të gjitha mjeteve. ARSH-ja këshillon përdorësuesit që të respektojnë tonazhin e lejuar për të shmangur dëmtimet e segmentit të përkohshëm. Bllokimi i rrugës Librasht-Prenjas kishte shkaktuar vështirësi të mëdha për qarkullimin e mjeteve pasi segmenti i dëmtuar në Dragostunj është një pjesë kyçe e korridorit të 8. Përdoruesit e këtij aksi llogariten rreth 18.000 çdo ditë, ndërsa në fundjavë numri arrin deri në 30.000 mjete. Për të lehtësuar trafikun, ekipet e ARSH-s punuan intensivisht për krijimin e një segmenti alternativ që shërben për të gjitha llojet e mjeteve, duke garantuar qarkullim të sigurt dhe të pandërprerë. ARSH-ja u bën thirrje drejtuesve të mjeteve të respektojnë tonazhin e lejuar për të mos shkaktuar dëme në rrugën e re për të garantuar sigurinë e qarkullimit. Është bërë testimi edhe me mjete laboratorike dhe duhet testuar me mjete të rënda. Nuk ka asnjë lloj cedimi apo shfaqje që të na shqetësojë. Kështu që hapet absolutisht në kohën më të shpejtë mund. Trafiku do të jetë i hapur për gjithë mjetet, por unë këtu gjej rastin të bëj një thirrje drejtuesve të mjeteve tonazhit të rënd që të respektojnë peshën e tyre në aks. Kjo është pesha limit 8.2 tonë për aks. Jo, sepse në momentin që do të kalohet, pavarësisht se kjo është diçka që kontrollon e verifikon policia e shtetit në vend, por unë këtu gjej rastin të bëj thirrje pasi duhet të respektojnë këtë, se në momentin që nuk respektohet, kjo pastaj mund të shfaqë, mund të krijojë probleme në rrugë, duke krijuar le të themi gropa që do vështirësojnë kalimin, që këtu gjithsesi jemi në kushte kanë tjerë.
Ndërkohë, inxhinierët po punojnë për ndërtimin e një segmenti të ri përgjatë luginës së lumit Shkumbin, pranë Hekurudhës, i cili do të zgjidhë në mënyrë të qëndrueshme problemet e erozionit në këtë pjesë të rrugës, por përfundimi i tij pritet të marrë më shumë kohë. Prokuroria e posaçme ka kërkuar konfiskimin e pasurisë në vlerë miliona euro të dy të akuzuarve, të cilët gjykohen si drejtues të një organizate kriminale që operonte përmes call centerave mashtrues. Pasuritë që përfshihen janë apartamente, vila luksoze, komplekse turistike, tokë, garazhe, automjete dhe 2 milion euro në dhogari bankare. Gjykata e posaçme ka marrë në shërtim kërkesën e prokurorisë së posaçme për konfiskimin e një sasie të konsiderueshme pasurisë të dy të akuzuarve, Jusel Micit dhe Mendim Domit. Të dy po gjykohen për mashtrim kompjuterik, pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe kryerje të veprave të tjera penale brenda organizatës së tyre. SPA kërkon që të sekuestrohen apartamente dhe njësi banimi në Tiranë, vila luksoze në gjirin e Lalzit, komplekse turistike, tokë në Mazërek, Kashar dhe Sauk, garazhe, automjete dhe mbi 2 milion euro të shpërndara në llogari bankare. Hetimet kanë treguar se këto pasuri nuk përputhen me të ardhurat e lishmet të akuzuarve, duke ngritur dyshime se janë fituar përmes aktiviteteve kriminale të organizuara. Prokuroria shpreh se konfiskimi nuk është vetëm për rikthimin e këtyre pasurive tek shteti, por edhe për dërguar një mesazh të qartë se asnjë aktivitet kriminal i organizuar që prek qytetarët dhe ekonominë nuk do të tolerohet. Pasuritë e sekuestruara janë tashmë në masën e sekuestros që nga marsi i vitit kaluar, ndërsa vendimi final i gjykatës mund të shënojë një hap të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe mashtrimeve masive financiare në vend. Ecime të tjera e zhvillime, afati kushtetues për zgjedhjet e presidentit të ri në Kosovë përfundon me 5 mars, ndërsa partitë politike ende nuk kanë arritur një marrëveshje. Kryeministri Albin Kurti zhvilloi takime me opozitën në përpjekje për konsensus, por sinjalet mbeten të vakta. Nëse procesi dështon, vendi rrezikon të shkojë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Skena politike në Kosovë mbetet e tensionuar teksa afrohet afati i fundit për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Sipas kushtetutës, me 5 mars duhet të përmbyllet procesi i votimit. Në të kundërt, vendi do të detyrohet të hyjë sërish në zgjedhje duke thelluar pasigurim politike. Në përpjekje për të shmangur këtë skenar, kryeministri Albin Kurti ka filluar takimet me kreun e Lidhja e Demokracisë e Kosovës, Lumir Abdigjiku. Në ambientet e kuvendit, ky ishte takimi i dytë mes tyre, por deri më tani nuk ka shenja konkrete për një emër të përbashkët që mund të mbledh votat e nevojshme. Pas takimit të parë, Abdigjiku deklaroi se nuk ju kërkua vota për presidenten aktuale Vjosa Osmani, duke theksuar se bisedimet nuk përfshin kandidat konkret dhe as gatishmëri për kompromis. Edhe vetë Kurti nuk ka pranuar ngërçin politik, duke e lënë të hapur mundësinë që të propozohen deri në 3 kandidatë të ndryshëm. Ndërkohë, Osmani ka shprehur publikisht dëshirën për një mandat të dytë, por partitë opozitare e kanë akuzuar për mungesë neutraliteti në ushtrimin e detyrës. Këto qëndrime e bëjnë edhe më të vështirë arritjen e një konsensusi të gjerë parlamentar. Sipas rregullave të kushtetues, një kandidat duhet të mbështetet nga të paktën 30 deputet për të futur në garë, ndërsa për të zgjedhur kërkohen 80 vota në të 2 raundet e para ose 61 në raundin e tretë. Nëse kuvendi dështon të prodhojë një president brenda afateve, vendi shkon automatikisht në zgjedhjet e parakohshme duke hapur një tjetër cikël pa sigurie politike. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 4 mars 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht me diell dhe temperatura në rritje. Paraditja do të jetë e kthjellët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja vijon me diell dhe vranësira të lehta kalimtare në zonat lindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:04 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:41 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 17 gradë Celsius. Kukës 7 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 14 gradë Celsius.
Tiranë, 12 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 17 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 17 gradë Celsius. Elbasan, 11 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 18 gradë Celsius. Korç, 4 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 10 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë, 12 deri në 19 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 4 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja do të jetë me alternime mes diellit dhe rreve kalimtare, ndërsa pasditja vijon me mot të qetë. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Era do të fryhej lehtë nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 3. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6, ndërsa perëndimi rreth orës 17:35 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 4 deri në 15 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj, 0 deri në 14 gradë Celsius. Pej, 6 deri në 13 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 14 gradë Celsius. Gjakov, 4 deri në 16 gradë Celsius. Malishev, 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 3 deri në 15 gradë Celsius. Perizaj, 3 deri në 15 gradë Celsius. Kaçanik, 5 deri në 14 gradë Celsius. Suharek, 4 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 15 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime, klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita, bashkë me u takofshim në edicionin e ardhshëm.